Mirë se erdhët në Rezen ton në këtë pjesë të programit. Nga Rezja jon do të shkojmë në Itali, sepse të shumët janë shqiptarë që në kanë bërë kryenar me arritjet e tyre në fushat të ndryshme, në art, në sport, në gastronomi. Personazhi i një radhës është një shef kuzhine, është një shqiptar, një shkodran, i cili ja ka dalë të vlerësohet në nivelet më të larta në fushën e tij të gastronomisë në Itali, ku ai ka gatuar për personalitetet të larta, të cilët vijojnë nga arti, kultura, sporti deri në politik, në zyrat e kabinetit ku ai është thirrur për të gatuar me artin e tij, me atë që ai di të bëjë më së miri. Jemi direkt nga Roma me Altin Gjonin, me shefin Altin Gjoni. Ju përshëndes Altin. Përshëndetje, mirë se u gjej ju edhe publikut. Faleminderit për kohën tuaj. Si është paraditja mëngjesi për një shef kuzhine? Ju punoni darkave kryesisht apo jo? Atëherë, dita një shefi nuk dihet kur fillon, nuk dihet kur mbaron, që jeni gjithmonë në kontakt me punën. Aktualisht në këtë moment jam në ambientet e lokalit ku punoj, restorantit absolutisht. Pra dita një shefi, domethënë është pa ata oraret fikse, por gjithmonë sepse nuk është vetëm servisi, po janë edhe gjitha anë tjera, përgatitja stafit, blemjet, edhe menaxhimi i tonë në reparteve që kërkon. Prej sa vitesh punoni si shef kuzhine në Itali? Atëherë, si shef kuzhine me titullin shef kuzhine, që nga viti 2002, nga viti larg 2002. Gradualisht mandej i rritën gradat që janë këtu, që njihen për profesionin deri në ditën e sotshme. Por nga viti 2002 me titullin shef. Ju keni lindur në Shkodër, keni jetuar në Shkodër dhe në vitin 1997, një vit i vështirë për Shqipërinë dhe shumë shqiptar, emigruat në Itali apo jo? Më trego pak për fillimet e tua, pra të shkëputjes tuaj nga Shkodra, nga Shqipëria për në Itali. Po, vendlinja Shkodër në vitin 97, prak vitin 97, themin ata trazina që po vishin, familja vendos që të shkputet nga Shqipëria për një jetesë më të kërkuar, edhe spostohemi në Itali. Prind, edhe unë e vllai, jemi dy vëllezër. Marrën tonë në Itali, spostohemi në Sicili, direkt në Sicili, po aty fillimet e para tona, domethënë si me ambientimin familjar. Aty fillon manela ky rrugtimi im në zanatin e profesionit. Sa të ka ndikuar shef Gjoni kultura siciliane në formimin tënd si shef kuzhine, për të kuptuar më shumë nga kuzhina italiane, që duhet thënë është një kuzhinat më të mira në botë dhe ata e konsiderojnë gastronominë kuzhinën si fe, pothuajse. Sigurisht që ka goxha sakrifica nga ana juaj për të arritur në këtë nivel që jeni, për të vlerësuar dhe për të përfaqësuar në nivelet më të larta. Vërtet, atëherë Sicilia për mua ishte, flas nga ana profesionale, me vështirësitë e veta, fillimet e veta, me integrimin që është një hap i vështirë në jetë, por gjithçka me mbështetjen e familjes u stabilizu. Por nga ana profesionale për mua ishte një dashuri, me shkim parë, korpo di fulme. Se Sicilia është një vend, domethënë, që ofron jashtëmaset. Janë, domethënë, traditat e hershme, kontaminacionet që kanë dhënë kulturat e hershme në Sicili, si ajo arabe, normane, saracene, mandej deri në ditët e sotshme të italiane. Pra kuzhina italiane atje është pak fakultative, sepse është shumë e kontaminuar edhe nga kuzhina tjetër. Për mua kjo ishte një thesar i vërtet, edhe në momentin që unë hapet e parë që hina një restorant, të fillu nga të zero, ka fillu një pjatalarës normal, ku kurioziteti më lindi, ishte dëshira për ta çuar ne dhe pas hapit. Nga pjatalarës ju e thatë, a e kishit menduar që sot do të ishit një shef i suksesshëm dhe kaq i kërkuar kuzhine? Them drejtën, apo je shkodranti dhe shkodranët e kanë atë shprehjen, po je shkodran të tana i ban.
Kja ishte diçka që erdhi relativisht, por unë kam atë kisha të binjen që edhe sot kur mendoj domethënë që është një arsye që çon aty ku ti shkon e ku ti. Pra nuk ka gjithçka rasti, nuk ka gjithçka kazolitet, është sepse lidhja me kuzhinën është e hershme, është në momentin teme tavolinat tona, në ata banketet, ata darkat, ata festinë fetare janë kanë gjithmonë domethënë bollosh edhe me shumë njerëz, me shumë, kështu që jam shumë. Mandej unë ardha me një anekdotë tillë që në atë periudhë AGM hap një lokal në Shkodër për kohën shumë i frekuentuar, edhe ishin krizë për kuzhinierët. Momentin që nuk po viqim këtë kuzhinier kur shkon, që merr këtë profesion të kthehet, unë garantoj një rrok mirë, edhe me atë idenë po thon kështu po. Nuk realizu kuptimi, po realizu domethënë arritja në profesion. Në këto 24 vite shef kuzhine, do më tregosh cilat kanë qenë momentet e tua më të arira në karrierën tuaj si shef kuzhine? Ne kemi përzgjedhur disa prej fotove që na keni ndihmuar dhe disa i kemi përzgjedhur dhe nga rrjetet e tua sociale, për personalitetet me të cilët ju keni përfaqësuar veten tuaj si shef kuzhine, ju keni gatuar atyre, përsëri ju kanë përzgjedhur, kanë shkruar mediat italiane për artin që u bëni në pjatë, për këtë art, sepse kuzhina dihet që është art të sfidosh në një botë të tillë gastronomisë italiane, është me të vërtet një arritje, edhe një punë e palodhur nga ana juaj. Por mi rendit vetë, cilat kanë që në ato momente që të kanë dhënë ty një lloj kënaqësie profesionale? Atëherë, këtu fillon një kapitulli i arritjeve, ardhjen në Rom në vitin fundin e 2001-shit, spostohemi në Rom, edhe këto linin ata oportunitetet them kryesore. Me një bagazh të fortë, pra nga eksperiencat Siciliun këto kuzhina pothuajse me një përgatitje shumë të mirë, sidomos nga kuzhina e detit. Sicili aplikoi më shumë ajo. Edhe këto gjeta një hapësina shumë bukura për rritjen profesion. Pra, siç e thotë edhe ju të pyetja më përparshme, gastronomia italiane është në nivelet e saj më të larta. Është një njohje nivel botëror, është më vonë se një janar kuzhina italiane hyni në patrimonien e UNESCO-s, pra në pasurinë botërore të UNESCO-s. Kuzhina e parë në botë që përfshi edhe ruhet si trashëgimi kulturore në UNESCO. Totalisht, pra një kuzhinë totale është çfarë do të thotë? Do të thotë që është një vlerë e njoftun, por një vlerë që vjen nga lart, nga shekuj. Edhe për ne që jemi në këtë fushë, si janë edhe shumë shqiptarë të tjerë që janë mirëfill në këtë fushë, është një kënaqësi edhe personale sepse kontribuojmë edhe ne për këtë lloj trashëgimie. Pikërisht këtu do doja të ndalesh, a e ke ndier ndonjëherë një lloj presioni shef Gjoni ose një lloj paragjykimi për faktin që ju jeni shqiptar dhe pikërisht këtë kuzhinë, këtë art më vete, këtë fe në thonjza e kemi ne si italian, thon ata. Ti e ke ndier këtë lloj diskriminimi në thonjza në kuzhinë? Tash të them të drejtën, nuk do të quhet diskriminim, po do të quhet vështirësi për me hyrë në qendër të kuzhinës, në qendër në thelbin e asaj, e traditës, sepse atë një kuzhinë e mirëfillt nga tradita, më ne kalon në elaborimin e saj. Kanë ekzistuar, kanë qenë këta vështirësi, saqë edhe aty në këtë ilustrimin është një artikull i vitit 2010, që nuk gabohem, pra flasim për shumë vite përpara, ku shefat shqiptarë ishin... Do ta kemi dhe si foto, shkrimin e gazetës për karrierën tuaj, për... Italia Tavola. Më e mend që gazetarja, që ishte pyetja këtu, një anekdotë të vogël, gazetarja për ardhën e Bart Dillon, ta nuk prezantova, bile edhe në artikull, i firma ka amerikanizuar emrin, një emrin, edhe unë inzistova që të shkruaj të shqiptar, që po jo thotë shef shqiptar, tha nuk sikur, nuk thash shqiptar më do ta shkruaj vetëm se nuk bën ndryshe. Edhe faktikisht e ka citu. Pra, janë këta vështirësirat flas për kohën, që aktualisht nuk ekzistojnë, sepse janë integrit, ka bët veten, por në ato fillime po, sepse thashë ti merresh
të hysh në një kontekst, dhe me thonë që këte janë shumë gjeloz, janë kështu, është normal që jam një fije kështu, por gjithë që nuk vjen as për falas, as për rekomendacion, vjen me merita, se meritat janë esë për para dhe avashara zhvina dhe vlerësimit. Më tregu pak nga emrat e njohur botëror, por dhe italian, për të cilët ke gatuar dhe ndonjë eksperiencë, ndonjë histori që do doje ta ndaje me publikun shqiptar. Po, si që thash, marrjen këtu në Romë, kam me vazhdimin e karrierës, kam pas fatin edhe kënaqësinë që bëj pjesë në ambiente të themi edhe ekskluzive. Disa shoqënit të mbyllura sportive, kulturore, në ambiente të ndryshme, Canottieri di Roma, këtu që është një ciklu sportiv, ose Due Ponti Sporting Club, që janë Art Cafe, lokale shumë modë, shumë frekuentuar nga personalitete të ndryshme. Në atë periudhë më men, edhe kam një periudhë kohë të rezident shef për Llomën e Deputetëve Senatit të Romës, këtu, ku ka pas shumë kontakte me personalitetet të kohës. Më men për atë periudhë Giorgio Meloni, një fans e Parmigiani Milenzani që unë gatuja. Dhe ka rregullisht edhe në atë kohë më men edhe më kërkohet edhe recetën. Meloni është një adhuruese e kësaj pjate dhe meti shumë e kënaqur me recetën eme. Ose drejtori, siç është Clemente Mimon, që ishte një apasionuar mas milefoljes, një melcin që gatuja këtu. Princi Giovanelli, gjithashtu. Pra, personalitetet ndryshme që të rrisin karrierë, është nësia... Të kanë kërkuar ata ty, apo i ke gjurmuar, i ke kërkuar, ke qenë këmbgulës edhe interesuar për të rritur profesionalisht dhe për të qenë pjesë e këtyre qarqeve të njohura? Ja, normalisht, në vëllën profesionalizmi... është emri yt që ka qarkulluar, apo jo? Shia që ka lënë dikujt edhe pastaj është marrë për tjetrin? Absolutisht, në vëllën, është kja. Më në këta ambiente, gjithmonë kërkohet shefi, kuzhinieri, absolutisht. Mesin të nashën një herë në parë të kërkohet më në normalisht e tjerë. Pra, diçka që për një ka shforca kuzhinës, çdo gjë nuk është e replikueshme, nuk stampohet në 3D, është dora jote. Dora jote është pa replikueshme, është ajo që kërkohet, ajo që... Të t'i kërkuar regjist në kalonte fotot që i kemi vënë në dispozicion të emrave dhe personaliteteve që shef Gjoni ka gatuar, si kundër dhe aji i përmëndi, me Melonin pa tjetër që do të ndajmë histori, sepse shumë prej recetave tuaja, Meloni i ka kërkuar për t'i gatuar dhe ajo vetë, ose për t'i gatuar, po çfarë pëlqeu tek dora jote? Çfarë i pëlqeu tek recetat tuaja, Melonit? Pa, për kohën, për ju ku ishte me sa në ministre e rinis, me stafin e saj, po edhe për Fratelli d'Italia, kam organizuar disa darka elektorale, me stafin e saj ishim gjithmonë përhershëm mas takimeve, ku preferonin në kuzhinën që unë i gatuja. Si që tash, apasionuar shumë së Parmigiana dhe Milenzani që unë gatuja, edhe pjatëve tradicionale. Meloni është shumë tradicionale në ushqime, është tepër radikuar në recetat popullore romane. Sa prej shpirtit shqiptar, prej traditës tonë, ke marrë me vete, Altin? Unë them shumë. Gjithçka, sepse kjo është një profesion që ti nuk mund ta bash pas se po atë lidhen me shijen e me kënaqësinë që ti pushimin për brenda, është diçka që lind, domethënë. Sa ke përfshirë nga kuzhina shqiptare, nga tradita jonë, duke modernizuar atë dhe duke krijuar, sepse përveç se recetave standard ose recetave të cilat gatuhen aty, ti edhe krijon shumë receta, janë recetat alla Altin Gjoni. Më trego pak si krijon recetat, cila është baza dhe çfarë fantazie duhet të kesh për t'i sjellë ato dhe për të testuar shijen, padyshim. Po, mandej këtu vim të një hap tjetër që është krijimi i asaj që ti mbledh me eksperiencën e viteve. Me eksperiencën e viteve, njohjen e produkteve, tokës, detit e diçka, po edhe me atë, sepse recetat më parë linin në kry, mandej
aplikohen pjatë, absolutisht, në kështu. Në rastin tem, unë kam disa aplikacione për krijimin e recetave që kërkoj gjithmonë egzaltimin e materjes. Pra, nuk kërkoj një ndërthurje tepër komplimentume, por diçka që të egzaltohet produkti kryesor, edhe shihet një pastër edhe origjinale në gojë. Pra, kjo është, unë kam ata teknikat e mia, ku nuk kërkoj shumë përbërës një recetë. Jenë materje ekselente, por gjithashtu Ky është sekreti i recetave perfekte sot? Pra, të kenë më pak përbërës dhe më shumë shije, siç është baza e traditës në çdo, të paktën në vendet mesdhetare, si mendon? Absolutisht. Ju preket një terminologji shumë ashtu mesdhetare. Ne jena në zemër të mesdheut, pra kemi fatin që jemi kërthisa botës, ku sezonaliteti i produkteve është në një pjesë të botës, pra jemi plot me përbërës cilësor, si tokës, si detit. Kja është sekreti, pra këta gjëma, dieta mesdhetare është njoftë në nivele botënore, jo vetëm për shijen, por edhe për jetëgjatësinë. Po, edhe është e rekomandueshme si dietë e shëndetshme, absolutisht, sepse ka përfshirje frutave, perimeve, vajin e ullirit. Kja është ajo që është ja pasuri që ne kuzhinierët ne kemi në dorë. Pra, atëherë ne vetëm mund ta komplikojmë. Pse ta komplikojmë kur arrim të ndërthurim, të jemi të sigurt të përbërësit që bashkojmë bashkë, të nxjerrim një shije unike. Pra, sa më shumë që ne të komplikojmë përbërësit, nuk arrim të japim atë vlerë që ata kanë. Kjo është ajo ideja, Belon ka një faqe blog të cilën Mediterrane coast to coast, pra është mesdheu nga bregu në breg. Ku ne jemi, i nollemi. Atëherë kjo do të jetë një forcë jona që ta aplikojmë dhe kemi rezultate të fushme. Cila është receta më e fundit që ke krijuar, Altin, dhe si lind një recetë? Si e krijon një recetë të re? Atëherë unë pasioni më orienton gjithmonë në produktet e detit. Unë nga vetë e preferoj më shumë, domethënë produktet e mishit, jam mishngranc, por në gatimi më tërheq shumë produktet e detit. Jam domethënë një pasion të veçantë sepse janë shumë të vështira, kërkojnë një dedikim maniakal, fines, elegancë, Mos kësaj edhe një gatim personal, pra sepse çdo lloj peshësh ka një trajtim, një gatim veçantë. Nuk mundesh të gatojmë gjithçka në një kohë. Ja është, pra fillohet nga blejme që duhet ta dish ta zgjedhësh, nga pastrimi që është komplikuar, gjëra më komplikuar, mandej te sfiltimi, te gatimi, te trajtimi dhe te servirja. Është edhe diçka që kushton, ka një kost shumë të lartë që ta konsumosh, kështu që kërkon edhe atë prezantimin ekselent. Pra, gjëja më e vështirë mund të heq më shumë, por unë jam domethënë tek pjesë këtu. Sa e rëndësishme është kurimi i pjatës, ana estetike, vizuale e pjatës tek që i serviret klientit, konsumatorit? Ja, është fundamentale. Është gjithçka që pra si ju kërkon knaqësinë e tij. Duhet jetë shumë e kurume nga kjo ana në detaje, sidomos në detaje. Jo egzagerume, sepse kalohet në dekor disa gjëra që s'kan bajnë hiç më. Duhet jetë gjithçka komestibile, për mendim gjithçka që është në pjatë duhet jetë komestibile, por duhet jetë në detaje e përsosur. Pra në detajet janë. A ju ke gatuar italian me ndonjë recetë shqiptare? Po, absolutisht. Rasti? Absolutisht. Në shumë raste, gatuj bile kuzhinat, domethënë edhe nga kuzhinat e territorit, nga kuzhina e Shkodrës, ne këtu gatuj tavën e krap. Unë, të drejtën, është nana jeme, t'japim meritat asaj që është një kuzhinier perfekte, është ajo që më ka trashëguar edhe këtë pasion, o njalat e Shkodrës, ne këtu i gatujmë shpesh. Bërek, nana jeme gatuan një brek shkëlqyshëm, japrakun, sezon japrakut, jena në sezon bile javën që kaloi përgatit një japrak mrekullueshëm, po këtu kolegët e mi
bile me gjathet e rrushit dhe të parat e të njohë të mira që janë shumë të knaqshëm kur i provojnë kur është. Normal është më vështirë që ti servirë në lokal kështu, por në ambientet familjare, më private, qartë. Në privat, janë shumë të hekur. Nga që edhe italian kohët e fundit në Shqipërinë e kanë bërë si atë daljen e dytë, më thënë direkt shkojnë shumë edhe janë shumë të hekur nga kuzhina jonë. Një shef kuzhine që duhet të ketë atë përgatitin kreativitetin e duhur orët e gjata të punës, gatuan edhe në shtëpi e babai 2 fëmijëve, apo jo do të shohim edhe disa foto familjare, a gatuan për familjen tënde? Kush gatuan tek ju? Apo e lë pas? Ku e pushim në shtëpi? Absolutisht, kam nësin gatuar në shtëpi, sidomos për fëmijët e mi, ata janë kritikët e mi të parë. Fëmijët e mi janë ka ata që edhe nuk të japin lehtë atë kënaqësinë, atë komplimentin absolutisht duhet t'i kënaqësh me ta marrë që pra ata janë klientët e mi të parë, kritikët e mi të parë, janë kënaqësia jame, nuk ka të tepër kohë që kaloj me to, të them drejtën, sepse darkë dhe zakonisht jam shumë i zanë, por në ata 2-3 momente që kam darkë që jam me ta në shtëpi, kërkoj që kohën t'ja dedikoj edhe t'i kënaqësh me kërkesat e tyne. Dhe për ta mbyllur, ku e shef të ardhmen tënde? Ke dëshirë, ke menduar ndonjëherë të rikthesh në Shqipëri për të hapur kujtu në restorantin tënde për të kontribuar këtu si shef kuzhine? Atëherë, nuk kem hala në të kohën e bilanceve të drejtën, por unë jam kështu, të italisht një thanje, shefat edhe trajnerët e futbollit janë gjithmonë e valigjën gati. Pra, sepse ky është një profesion shumë i bukur, shumë kreativ, gratifikues, por është edhe një biznes, pra që gjithçka do të them shtetet në numra. Do të jesh kuzhinier i mirë, i kërkuar, okay, po dish edhe rezultatet. Aktualisht unë këtu jetoj e punoj në Rom për Italiana Fitness and Spa, ku kuroj 3 lokale që këta ke shoqëri ka këtu në Rom. Bashkëpunoj me një gazetar Pietro Fiogi, i cili është një pasionuar edhe i kuzhinës shqiptare, me Italiana Meridiana TV, që janë kanale që janë të interesuar edhe për aktualitetin, politikën edhe gastronominë shqiptare. Kohët e fundit kishte një intervistë me Pietron për sa i përket kësaj kuzhinës shqiptare, Arbresh në Itali, pra që është një lidhje tjetër. Pra kuzhina shqiptare ka një interes që kontribuon prapë te kuzhina italiane, siç thamë, që është në UNESCO, pra kuzhina e jugut të Italisë, që janë kuzhina Arbresh me pjata shumë cilësore që njihen, janë ato kontribuese në këtë njohje. Kjo është aktualiteti jem. Më e ardhmja nuk i dihet pse jo Shqipëria po hapet në të aspektet, është po kriju një tërheqje vëmendje, sidomos nga turistike. Gastronomia dhe pritja shqiptare janë po në atë nivel, sidomos kuzhina territoriale dhe ajo e bujtine, ajo e turizmit të vogël. Që unë këtu kam shumë njohës që shkojnë e vinë, dhe më reflekt, unë vjellë vetë, për çdo verë jam në Shqipëri, për shkak të pushimit dhe e vrej këtë rritje dhe këtë nivel. Pse jo, nuk them që jo, pash edhe jam. Nuk ta bën zemra, të thuash jo, por gjithsesi për ata ambient që ke krijuar dhe për ata ambient që gatuan, sigurisht që duke qenë se ju e thatë që është edhe një formë biznesi dhe mënyra se si ju vlerësoheni financiarisht, je i mirë paguar? Paguhesh mirë si shef? Kënaqem, mund të themi kënaqem. Pretendimet janë gjithmonë, por edhe pagesa është e kënaqshme. Jetojmë në një periudhë shumë komplikuar për gastronominë. Sa shkojnë pagesat e shefave? Sigurisht që sipas karrierës dhe suksesit edhe eksperiencës së tyre, por që në ç'nivel nivele shifrash flasim? Po, atëherë këtu jemi gjithmonë pagën e bën tregu. Nuk mund të vendosim, domethënë, tavolinë. E bën tregu, mandej e bën eksperjenca jote. Nuk ka, se do të vëm një limit, domethënë, është një shef kuzhine i mirë, domethënë një restorant të mirë fije,
edhe çfarë kuzhine aplikojmë. Unë kam kapë kuzhine e peshut, jam ashtu të më thonë sepse ta them shefat e peshut janë pak a shumë si Mozart i muzikën klasike. Andaj vinë aty me rrallë. Por çfarë shifrash për shembull, deri ku nëse mund të Shifrat pyes? atë një kuzhine që stash përpara mund të shkojnë te 3500, 4000 euro, 4000 në muaj. Për një shef kuzhine të mirë. Mandej varet gjithçka te koha që ti do me dediku punë, te koha që ti do me dediku edhe jetës private, është gjithçka në varësi. Por këtu është diçka që duhet vëm theksin, ata vëm fort theksin, që profesionistat paguhen. Atëherë, varet gjithçka te profesioni që ke. Te ajo që ti arrin edhe mi transmetu stafit, te ngritja që ti jep lokalit, te imazhi pra i pjatër, nuk ka të bëjnë domethënë sa merr tërsinë. Ka eksperienca dhe gjithçka, si kudo, për rëndësishme përveç dhe pagesës dhe kënaqësia dhe eksperienca dhe emri që ti ke krijuar ndër vite. Të falenderoj shumë për kohën tuaj edhe të uroj shumë suksese në këtë profesion të bukur, të lodhshëm, sfidues. Faleminderit për kohën, faleminderit për intervistën, për mundësinë, ju gjithë të mirat, ju edhe shikuesve tuaj. Faleminderit shef Altin Gjoni nga Roma, përshëndetemi së bashku. Ndërkohë, të nderuar shikues, le të kalojmë në publicitet dhe do të rikthehemi përsëri në rrezën tonë.